Victor Shepard ka përshkuar 1.6 milion kilometra me një Toyota Tundra të vitit 2014, por kjo nuk është arritja e parë e tillë e shoferit të Louisianës. Ai më parë ka bërë më shumë se 1 milion kilometra me një tjetër Tundra. Shepard zotronte më parë një model të vitit 2007. Ati ju deshe 9 vjetë për të përshkuar 1 milion kilometra me Tundrën e tij të parë. Ai donte të blinte një Tundra të vitit 2014 për të zëvendësuar atë vjetër, por kur Toyota dëgjoi për suksesin e tij, i ofrua një Tundra të re në këmbim të vjetrës. Modeli i vitit 2007 ishte praktikisht i përsosur, me përjashtim të disa gërvishtjeve dhe ulsëve të konsumuara. Boj dhe pothuajse të gjithë përbërësit ishin origjinal dhe funksional, dhe kamionqina ende kishte motorin dhe ndërrusin e fabrikës. Gjithçka që bëri Shepard ishte mirëmbajtje dhe shërbim i rregullt, gjithsej 117 herë. Tani, modeli i vitit 2014 ka arritur gjithashtu mbi 1 milion kilometra dhe Shepard thot se alternatori dhe ndërrusi duaj të zëvendësoheshin në këtë automjet.